Në përgjithësinë e shqiptarët kështu e kemi si shprehje, por ka edhe fëmijë që prindit investojnë gjithçka në jetën e tyre që fëmia të bëhet i mirë, po ke parë ndonjëherë që edhe nuk ecën. Për shembull, bie fjala është e vjetër dhe e lashtë e stërthën, por mua më ka shijuar gjithmonë ta përmend. Një prind investoi gjithçka për fëmijën e tij që të paguante për shkollën, të mbaronte shkollën e lartë e të tjera. Dhe një ditë djali vinte nga studimet, erdhi në shtëpi atje në fshat. Dhe gjithkohon e shikonte ditën e parë djali mbi një fletore, se ç'shumë zonte, se çfarë zbriste, se çfarë mblidhte, 3-4 ditë. I tha, o bir, i tha, ke ardhur të pushosh këtu në fshat, tha se po të shikoj prapë me libra. Mos lexo shumë, ç'a po mbledh? Jo baba, po shikoj, tha, si ka mundësi po bëj me matematik. Trau i drurit atje lart, tha, si ka mundësi që lopa ka hypur atje dhe ka bërë bajgën. E pa babaj, biri, tha, të dërgova për të bërë mjeshtër, tha, po që ke bërë trap, tha. Po kur trau ishte poshtë në tokë, tha, kaloj lopa i bëri bajgën. Nese hoqëm, tha, dhe vëmë atje lart. Fare thjesht. Ua! Atëre, vazhdojmë lojën Elton Toni. Pyetja e tretë